Pyetja nuk u mërzite 12 vjet, s'ke qatë të bësh më shumë, më mirë mbyllë me faqe të bardhë. Etnik Axhami, i dashur etnik, nuk është çështje gëzimi apo mërzie, është çështje misioni dhe përgjegjësie. Si të ta shpjegoj unë, i dashur? Është çështje misioni dhe përgjegjësie, do të thotë që kemi ende një rrugë për të bërë drejt finishit. Jemi afër finishit, po nuk jemi në finish. Rruga drejt finishit, sprinti drejt finishit, është mandati i 4 për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është çështje mërzie ose gëzimi. Do jetë një gëzim shumë i madh kur ta realizojmë këtë mision historik, por në ndërkohë unë mund të të mbaj këtu deri nesër për të thënë se sa shumë gjëra kemi bërë që as nuk mund të imagjinoheshin deri ku janë bërë, dhe se sa shumë ka ende për të bërë, dhe prandaj unë nuk largohem dot. Ka dy mënyra për t'u larguar, i dashur etnik. Një kryeministër në një vend demokratik. Njëra mënyrë është kur nuk e ndjen më zjarrin brenda. Është një lloj zjarri që ndjen njeriu në mision. Gjë që mua nuk më ka ndodhur ende. Dhe tjetra është kur ti mund ta ndjesh zjarrin brenda, por njerëzit thonë hap krahun sepse duhet viti dikush tjetër. Këto dy janë, nuk ka tjetër. O ikën vetë, o të largojnë njerëzit. Për të parën, ta thash, unë kam një mision për të përmbyllur. Dhe nuk jam këtu për asgjë nga çfarë thuhet e çfarë thonë. Dhe nuk jam fare ngjashëm me atë që përpiqen të më pikturojnë prej tani më shumë vitesh, ata të cilët nuk kanë asnjë aftësi tjetër për të konkuruar denjësisht. Jam këtu për të bërë bashkë me të gjithë ata që punojnë me mua, që më mbështesin mua historinë e këtij vendi. Dhe mundësia për të bërë histori tani më na ka ardhur në dorë, është në dorën tonë. Është në dorën tonë në 11 maj, mundësia për të bërë histori, duke u bërë më shumë se sa një shumicë e thjesht aritmetike, për të shtyrë më fort procesin e negociatave në Bashkimin Evropian dhe për t'i mbyllur ato brenda vitit 2027. Kështu që ti thua tani, ik me faqe të bardhë. Unë faqen e kam të bardhë, pavarësisht se sa përpiqen të ma nxjinë, dhe koha do t'i vërë në vend të gjitha. Nuk mund të pretendosh që të jesh në një arenë të mbushur me baltë edhe të mos të bëjnë pis. Por ama, në fund të ditës, siç thoshte Indieri Kasem Tërveshina, qend le të lehin, karvani të shkojë përpara, në fund është rruga ajo që do mbetet. Të kemi votu vetëm se është ai hajvoni akoma në parti, se ndryshe nuk të votojsha, të them me pasërti, Valentina Domi. Po mirë, faleminderit për pasërtinë, po unë mendoj që nëse do të përqendrohesh pak fare të shohësh se çfarë është bërë me votën tënde, do jesh shumë e lehtësuar nga fakti që nuk e votuar mua dhe s'ke votuar atë, siç e quajnë di hajvonin, sepse gjërat që janë bërë janë vërtet domethënëse. Kemi më shumë se sa dyfishuar prodhimin e përgjithshëm kombëtar në një dekadë.
Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Shqipëria prodhonte në total më pak se 10 miliardë euro vlerë dhe në 2024 prodhoi 25 miliardë, 2 herë gjysmë më shumë. Por për të kuptuar se sa do me thënë se është kjo, duhet parë në kontekstin e këtij rajoni ku jemi ne. Kemi rritjen më të madhe të prodhimit të përgjithshëm në 10 vitet e fundit, krahasuar me rajonin. Okej? Dhe mund të bëj edhe të tjera arsyetime, por po ndalem me kaq. Jep dorëheqjen ke kryetarin e Bashkisë së Tiranës në burg skandal. Ku i ke parë ti Aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënetës madhe, po dhe e moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur SPAK-un dhe duke shpresuar që SPAK-u do shkri Partinë Socialiste, dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg, ndërkohë që pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më i zgjuari dhe më i bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. E dini pse nuk e ha? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse populli ka një kujtesë edhe bën një arsyetim. Pse nuk ndodhin përpara këto procese? Pse nuk ndodhi përpara që të shikonim dikë me pushtet, që të hetoj, që të vijë në akuzë, që të ndalohej, që të gjykoj, që të dënoj? Pse nuk ndodhin përpara? Pse ndodh sot? Pse ndodh sot? Ndodh për shkakun tënd apo për shkakun e kënetës tënde? Kënetës tënde, domethënë kënetës ku pllaquritesh edhe ti bashkë me të tjerë, verbërisht, kot, pa lidhje, sepse nuk je përfitues i pushtetit të kënetës, nuk je përfitues i atyre milionave që papritur dalin nga barku i kënetës edhe shkojnë për të futur bufin në lavanderi, që t'i pastrohet damka e turpit nga balli. Nuk je. Nga i dolën, nga i nxorën ato 6 milion. Pyes unë. E di ti? Se unë se di. Apo patriotët. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky në burg e se është ai në burg, nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazim para ligjit, me të gjitha problematikat që mund të ketë. E kam bërë shpesh pyetjen këto ditë, dhe po ta bëj edhe ty. E njeh Altin Dumanin ti? E di kush është? Me siguri e njeh, në kuptimin e njeh. E di se kush është, apo jo? Është një prokuror me integritet, me kurajo dhe me profesionalizëm. Kështu e tregojnë dhe kështu duket të jetë. Unë personalisht nuk e njoh. Por njoh punën dhe njoh faktet. Që kur ai erdhi në drejtimin e SPAK-ut,
lufta për të vendosur barazim para ligjit shkojnë në një nivel tjetër. Ky është fakt. S'kemi çaj themi fare këtij fakti. Tani, e diti që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna, as nuk e sollën me aeroplan apo me anije nga ndonjë vend tjetër. E diti që është shqiptar, i lindur këtu, në vendin tonë, dhe në karrierë prej shumë vitesh, nuk e di eksakt sa, do t'i informojmë që ta marrë vesh sa, po prej shumë vitesh, prokuror. Po pse nuk ja kishte dëgjuar ti Altin Dumanit emrin përpara? Se është një njeri apo? Ka kaluar tingun, nuk mund ta dyshosh për pislëqe, pavarësisht se Këneta është përpjekur t'i hedhë të gjithë llojin e ullumit të saj mbi kokë. Atij, familjes e tjerë, po kjo është historia e Kënetës. Nuk është historia e tij, nuk është historia e njerëzve që për shkak se bëjnë detyrën përballen me ullumin. Pse nuk e kishte dëgjuar më parë? Se është një njeri pra, kurajos, profesionist, me integritet. Si ka mundësi që ky njeri që ka qenë prokuror për kaq shumë vitesh nuk ka thirrur asnjëherë një politikan? Ti thot hajde këtu po. Çfarë bër? Si e ke hallin? Më rezulton këtu. Apo një figurë të lartë zyrtare. Ka pas frikë? Unë nuk mendoj që ka pas frikë. Por nuk ka pas fuqi i dashur. Se ka qenë i çarmatosur. Ai dhe të gjithë ata në sistem që nuk kanë qenë pjesë e ullumit që pastroi Vetingu, ose e ullumit që ka mbetur dhe mbas pastrimit nga Vetingu. Që ka dhe i pjesë që ka mbetur. Gjithsesi, ka qenë i çarmatosur. Sepse që prej krijimit të shtetit shqiptar, e deri kur ne bëm reformën drejtësi, asnjëherë askush nuk ka bërë asnjë hap për të çliruar drejtësinë nga kthetrat e pushtetit politik, përkundrazi. Shpata e ndëshkimit që duhet rrinë në dorën e drejtësisë për të vendosur barazim para ligjit ka qenë në këtë zyrë, domethënë në zyrën e parë të qeverisë që nga 1912. Republikë, mbretëri, diktaturë, tranzicion demokratik. Asnjëherë shpata nuk ka dalë nga kjo zyrë. E ka vendosur i pari i qeverisë kush goditet, kush nuk goditet. Prandaj ka pasur edhe kryeministrat vetvrarë, edhe ministrat të pushkatuar, të varur ditar, edhe të syrgjënosur, edhe të burgosur, por me pëlqimin e të parit. Asnjë hap, jo më detit në këmbë siç i hyra unë me Partinë Socialiste. Kuptove? Kështu që kjo historia që i këtij se ky hyri në burg, ai hyri në burg, është një histori që sharake shumë. Okej? Dhe ma besoni që një nga arsyet pse Partia Socialiste do të fitojë më shumë vota dhe do të marrë më shumë mbështetje është pikërisht edhe kjo, për të cilën Këneta dhe moçalet rreth saj mendojnë, po ti pse lëviz ti, zogu, tuti, ashtu. Këneta dhe moçalet mendojnë se në fakt nuk duhet të marrë vota, sepse kaq e kuptojnë popullin shqiptar.